Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë futur në ankth Edi Ramën. Pas gati 2 javësh nga zgjedhjet e 11 majit, ambasada e SBA ka reaguar ditën e sotme, një reagim i cili lë vend për shumë interpretime. Ambasada përmes një mesazhi shumë të shkurtër uron popullin shqiptar për zgjedhjet dhe jo atë që fitoi. Pra kryeministrin Edi Rama, urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë, shprehet ambasada. Pra duket qartë që është një goditje për kryeministrin. Shumë lider të tjerë botëror uruan Ramën për fitoren dhe në përgjithësi kështu ndodh, pra urohet partia fituese, vetë ambasadat e SBA-s në botë dhe vetë sekretari Rubio. Në shumë mesazhe që kanë bërë për zgjedhjet kanë uruar fituesit, por mesazhet që kanë shpërndar ambasada u drejtohet shqiptarëve dhe kryeministri nuk përmendet askund. Ndërkohë në zgjedhjet e 2021-shit kishte një urim krejt ndryshe, si nga ambasada ashtu edhe nga Dash. Kjo tregon se sado ti serviloset Rama Washingtonit, duke u ofruar me dhëndrin e Trump, ata nuk negociojnë kur vjen puna te standardet demokratike. Këto zgjedhje kanë qenë një ndër më problematiket, pasi ka pasur presione angazhim shtetëror dhe të botës së krimit për të fituar zgjedhjet. Për më tepër, një fitore e tillë nuk i shërben as pak demokracisë dhe amerikanët ja dërguan selamin e parë Edi Ramës. Një ditë më parë, pamfleti tregoi se si SBA ka uruar shumë lider kohët e fundit që kanë fituar zgjedhjet. Washingtoni ka reaguar brenda pak orësh pas zgjedhjeve në vende të tjera, nga Kanadaja e Singaporit e Ekuadori e Rumania. Vetëm në 2 muajt e fundit, Shtetet e Bashkuara kanë përgëzuar zyrtarisht lider të zgjedhur rishtazi, si John Briseno Belize, 14 maj, Daniel Noboa, Ekuador, 17 prill, Kamala Persad Biesesar, Trinidad dhe Tobago, 29 prill, Mark Carney, Kanada, 30 prill, Anthony Albanese, Australi, 3 maj, Lawrence Wong, Singapore, 4 maj, Nikus Ordan, Rumani, 20 maj. Por reagimi i ambasadës së SBA-s në Tiranë është unik, pasi fituesi nuk përmendet dhe duket se SBA-u ka dërguar mesazh shqiptarëve se është në krah tyre dhe jo në krah të politikanëve që din të bëjnë vetëm zullume dhe mendojnë vetëm për interesat e tyre.